Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia jonë që sot të kemi të ftuar Bekrie Maxhoni, psikologe klinikës, mësimdhënëse dhe hulumtuese shëndetit mendor. Ajo është edhe themeluese ambulancës së psikologjisë klinike në Vështri dhe aktualisht kandidate për doktoraturën në psikologjinë organizative. Sa kënaqësi është kur I kemi njerëz që enkas vinë prej Kosovës, vinë ta vizitojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe I marrim edhe në studio. Edhe besoj që do të jetë një kënaqësi ime që flasim pak për rrugtimin tënd, për suksesin tënd, për punën tënde, si po duket Amerika, po më duket për herë parë në Amerika, po? Përshëndetje edhe për juve, Noli Show, edhe faleminderit për ftesën për me bë këtë bashkë bisedim që kemi sot. Unë jam për herë të parë, edhe në bazë të asaj që kam dëgju më herët për Amerikën, normalisht që ka qenë gjithëherë korreshtja me vizitu shtetin e Amerikës, edhe po më duket një diçka shumë e mirë dhe për herë të parë që po shoh gjona në këtu pjesë, në New York, kryesisht që jam të qëndru. Vështrën e njohmi një vend, një qytet shumë të bukur. Gjithmonë e kanë thënë se në Vështri pihet çaj shumë, edhe janë njerëz të modeste dhe a janë hala të imajt ato për traditat atje? Po menon është hala të pi çaj. Po. Çaji vazhdon të pihet normalisht, Vështria sikur qytet I vjetër. Po, disa tradita që mbahen, kryesisht provojnë mi mbajt ato që janë vlera kulturore edhe disa monumente të cilat e karakterizojnë qytetin e Vështrisë. Bekri, deshta të edhe çaji vazhdon të pihet ende. Dua ta di pak një tro familjen e juaj si ka qenë atë kohë dhe përcaktimi juve në këtë profesion. Nga ju erdhi ky ide që t'jeni një profesoreshe dhe një psikologe dhe me të vërtetë në Kosovë atje shumë e sendit I kemi përjetuar, kështu që na trego të lutem. Fillimisht unë e qysh herët sikur fëmijë, e orientuar ka shkencat sociale, për shkak se nuk ka ekzistu psikologjia si drejtim për me studiu në Kosovë, unë jam orientu për juridik, mirë po më pas, do thot me përfundimin e shkollimit të mesëm, është hapë edhe psikologjia si kur drejtimeri, edhe si kur shkencë sociale, normalisht që kom pas interesim për me punu me njerëz. Gjithëherë fokusi im ka qenë puna me njerëz edhe me ndihmu në vështërsitë të cilat ata I hasin gjatë jetës ose në aspektet të ndryshme të funksionimit të tyre. Rrugtimi I juaj gjatë shkollimeve, sa ka qenë lodhshme edhe çfarë vite kanë qenë ato kur keni mbaruar shkollën edhe përcaktimin e profesionit juaj që e bani sot? Rrugtimi ka qenë në mes të shkollimit të mesëm, ka ndodhur lufta në Kosovë siç e dini. Edhe më pas kam vazhdu edhe 2 vite, 1 vit e gjys me një kohë të shkurtume. Më pas kanë qenë studimet e fakultetit, që njihet si kur bachelor. Në 2005 kam fillu master psikologji klinike, edhe do të thot në vitin më vonë, po flas për shkollimin, do të thot kam fillu edhe studimet e doktoraturës në vitin 2022. Po deri në këtë kohë, do thot unë kam qenë duke ushtru punën tem, sikur mësimdhënëse në gjimnazin në Vështri, edhe punën e psikologës që kam themelu kliniken që 8 vite. Arsyeja që keni ardhur një psikologe, ku ka qenë ajo
pika që ti duhet t'jesh një psikologe. Çka pave të populli jonë shqiptar gjatë luftës edhe gjatë këtyne kohënave që kemi kalu ato traumat e tona? Te profesioni psikologut mundu me po shumë gjona, duke fillu prej zhvillimit, mirëqenjes, përgjegjësive, zhvillimit që shoh në aspektet ndryshme, në periudhat të ndryshme do të thotë jetës, e kështu me radhë, edhe në këtë formë do të thotë zgjedha profesionin për shkak të dëshirës, do të thotë me punu me çështjet të cilat janë njerëzore. Psikologjia është drejtimi që të çon ma lehtë në njohjen e njeriut, do të thotë duke e përfshi edhe veten, edhe ka fusha të cilat do të thotë mundson me njoft që drejtime tjera nuk përqëndrohen me njoft. Për shembull është aspekti ndjenjave, aspekti emocioneve kështu me radhë. Më pas, për shkak të vujtjeve që i ka pas populli shqiptar, që e dina ndër vite, do të thotë kena arrit me po, edhe në rast se nuk i kena ditë me emërtu, emocionet e ndryshme, vujtjet, ngjarjet e rënda, e kështu me radhë, edhe ato e nxitin individin me po se cili prej këtyne drejtimeve i përafrohet për me arrit me pas fare njohuri edhe mësenej me zgjedh ose me i te kalu këto vështërsi të cilat njerëzit i kanë. Cilat trajtime të parat i ke pas në të kohë dhe si je ndi me pacientin dhe sa ju ke ndihmu dhe sa janë të mirënjohës ndaj punës së juaj? Trajtimi kryesisht për shkak të certifikimit si CBT psikoterapist, kryesisht bazohet në qasjen e terapisë së njohjes dhe sjelljes, të shëndost komente të cilat i marrë të drejtë për drejta, edhe në bazë të përfundimit trajtimit, atëherë kjo tregon që trajtimi ka qenë do të thotë i suksesshëm. Kur e përmenëm trajtim, nënkupton një vazhdimësi e përcjelljes së seansave, të cilat mbahen, edhe shkohet në bazë të një rendi dhe rregulli ku do thotë në fund të çatij trajtimi, atëherë edhe nënkupton se individi ka zgjedhur çat problemin ose problemi është do thotë më i zbet se sa që ka qenë më herët. Nëse marrëm një shembull për me elaboru më detajisht, në rast se individi ka probleme me fobi, ose ka probleme me ankth, ose me depresion, ose të fëmijë që ka probleme të sjelljes, probleme të folunit, atëherë në rast se një fëmijë ka probleme me folunit, atëherë fillimi i folunit, shqiptimi, e kështu me radhë, atëherë nuk kupton që problemi veç është zgjidhur. Atë vetëm pak, e ke një zhurëm atje, e ke një zhurëm të telefoni, a mos është të bëhet diçka se po kërset pak një zhurëm ashtu kërsit e ti atje? Jo, nuk ka këtë zhurme. Nuk e di këtë tonë, po vjen pak një farë zhurme, po nejse nuk ka kurrë problemi se e shtin edhe filtrojnë tani këta. Besë që tash kur prek po kërset shumë. Që tash e provat. A mirë tash. E tash ma mirë është, okej. Atëherë vazhdojmë apet. Okej. Cilat janë problemet më të shpeshta psikologjike me të cilat përballen qytetarët në Kosovë? Problemet më të shpeshta në kohën e fundit, edhe këtu do të mendo kohën prej mas pandemisë edhe tash. Tash më të shpeshta probleme janë problemet të cilat lidhen me çrregullimin e ankthit, depresionit, traumave të ndryshme, panikatakut e kështu me radhë. Është fjala për personat e rritur, ndërsa tek personat të cilët janë, do thotë ose te fëmijë,
pasëm në probleme të cilat kanë bëjnë me probleme të folunit, probleme të sjellje, probleme do të varshmërisë e kështu me radhë. Për në ma theksume që i valsin në punën time me klienta në Kosovë. Pasojat e luftës vazhdojnë të ndihen edhe... shumë po kërset, ne? Veç pak, shka po kërset ati, ne? Veç pak. Ashtë mirë, po më dëgjan? Apo më dëgjan? Po dëgjan? Okej. Po vjen ka një farë kërsime, nuk e di. Okej. Pasojat e luftës vazhdojnë në ndimen edhe sot. Çfarë tregojnë hulumtimet e tua në këtë drejtim? Hulumtimet e mia të mëhershme janë bazuar në traumat e luftës, të cilat kanë tregu në rezultate që kanë lënë pasoja, të cilat janë psikologjike, ngjarjet e luftës që kanë përjetuar njerëzit në Kosovë. Mirë po, edhe pas kësaj kohë që në duket se është po gjatë, prap pasojat e luftës kanë lënë shenja edhe tek gjeneratat e reja, për shkak se teorikisht e dim që trauma bartet prej personit, kështu që edhe gjeneratat e reja kanë kontakte me persona që kanë përjetuar luftën, ose kanë persona të afërm të cilët kanë qenë të vranë edhe në këtë mënyrë nga dëgjimi aty në ngjarje, nga përjetimi, do të thotë prej persona të tjerë ose prej shtëpive ku e kanë qenë të rënuara, ata e bartin një traumë e cila është nga prindërit ose personat e afërm. Po flasëm se si ndodh bartja, mirë po personat të cilët e kanë përjetuar luftën, normalisht që i bartin traumat edhe në ditët e sotme, për shkak se është një ngjarje e cila ka qenë ngjarje e rëndë, edhe do të thotë rreziku ka qenë do të thotë jetës, maltretimet kanë ndodhur në mënyra të ndryshme, dhe personat të cilët kanë përjetuar luftën, do të thotë provojnë më adaptu me këtu përjetime, mirë po këtu normalisht që i lojnë pasojat edhe e kanë dëmtu kualitetin e jetës tek njerëz që kanë përjetuar. Meqense se si mund të dallojnë një person se po përjeton ankthin apo depresionin, se mësim biseduam për çështjen e luftës, tash do të dalim pak, do të bisedojmë edhe për punën e juaj. Këto janë dy probleme të shpeshta që ndodhin në kuadër të shëndetit mendor, edhe ndodhin shumë shpesh në përditshmërinë tonë sociale, në kontaktet që i shohim me njerëzit, edhe persona tjerë mundën të mendojnë që nuk e dallojnë, po psikologët mundën me dallu ma me lehtësi, në rast se përqendrohen. Për shembull, mundën me dallu nëse individi ne kemi një term që është i adaptueshëm, ndihet në siklet, ka një parehati, kryen sjellje të cilat nuk koordinohen me situatën e kështu me radhë, ndërsa fjala është tek depresioni, atëherë flasëm për një mungesë të interesimit, motivimit, që mundet me qenë ose mungesë ose me qenë shtesë dhe të jashtë asaj mesatarës që ka një individ në përditshmërinë e tij. Dua të di për klinikën e juaj tani dhe çfarë pacienta trajtoni aty dhe ta të dhe jep një mësim, kështu që me të vërtet pak duhet të di edhe pak rrugtimet e punës së juaj, se sa lëshmëria është e madhe për juve. Në klinikën time, do thotë unë trajtoj klienta me problemet të cilat janë të ndryshme, psikologjike është fjala, të moshave të ndryshme. U përmend edhe më herët, përvoja jam tregon që kam punë të cilën e kam kry kohë të madhe me
persona që kanë qenë të traumatizuar, ndërsa tek pjesa e cila është të punës me fëmijë, bazohet trajtimi çështje të cilat janë të zhvillimit tek fëmijët, faza të zhvillimit, a shkojnë ato sipas zhvillimit i cili është konform me moshën kalendarike apo ka ngecje në zhvillimin e tyre, më pas kryj edhe vlerësimet të cilat janë psikologjike, që kanë të bëjnë me matjen e inteligjencës, testet e personalitetit e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket punës së mësimdhënies, do thotë në gjimnaz, është punë e cila është e rregullt, edhe tjetër është angazhimet në hulumtime të ndryshme dhe angazhimet në studimet e doktoraturës, të cilat kanë të bëjnë me bazohen në drejtimin psikologji organizative. Ne këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës po ndjekim gjithmonë edhe në Kosovë. Nuk është e thonë vetëm në Kosovë që ndodhin këto raste, po ndodhen edhe këtu në Amerikë, ndodhen, po janë pak numri, pak më i vogël këtu. Ndëgjojmë se ka probleme shumë në Kosovë, sidomos të dalmin njerëzit çiftet kanë probleme. Kanë probleme familjarët, si i trajtoni, a ka dikush që i thotë, hey, ju duhet të shkoni të kuroheni te një psikologe, edhe se shihni këtë punë jo dhe a ka mundësi që edhe ju si individ, domethënë si një psikologe, që të ndihmoni ta trajtoni atë person, mos të vijë deri te këto probleme të ekscesit që kanë ndodhur shumë gjatë këtyre viteve në Kosovë. Problemet sociale normalisht që shpecekni dhe ju ndodhin në përkrejt vendet e botës. Tash është të ndodhë dhe ndodhë edhe në Kosovë, ndarja që është e çifte, vështirësitë do të thotë të cilat janë ndërsociale, e kështu me radhë, dhe shëndzitja jonë është normalizimi të cilin e bojmë na dhe sqarimet të cilat janë teorike, të rëndësisë që ka për me përcjell trajtim ose të paktën me bë konsulta te psikologu. Ndërsa nëse haset në rezistencë, e cila është tek njerëzit e ndryshëm, atëherë ajo është çështje e cila është individuale. Kur e përmend për shembull tek çiftet, këtu hasëm probleme që njëri partner dën, tjetri s'don. Për çfarë personi që dën, do thotë është i gatshëm për me përcjell trajtimin, ai tjetri do thotë nuk është edhe në kontekst, do thotë grupor që e marrëm ose të çiftit, atëherë kjo mundet mos me funksionu si kur grup në rast se personi tjetër nuk vjen në trajtimin të cilin na përdojnë në. Në fakt, do me thonë, ata kanë të nevojshme me bu. Dalmi pak të fëmijët. Ju e dini shumë mirë se tash të fëmijët edhe me këto rrjetet sociale kanë anashkalu edhe kufit, do me thonë, të edukimit edhe asi. Në mënyrën e ju si duhet të trajtohen ta fëmijë, si duhet të tjenë që të mos të vinë deri te ekceset e rënda që po bëhen. Çfarë këshilla ju jepni ju ose a i trajtoni edhe këta? I trajtojnë problemet të cilat ndikohen nga përdorimi i masës së madhe të teknologjisë, që është normalisht i dëmshëm në aspekte të ndryshme. Është normal, teknologjia, telefoni ose pajisje tjera kanë edhe përparësitë e tyre, mirë po tek fëmijët shkaktojnë më tepër të thotë dëme se sa që shkaktojnë dobinë përdorimin masë të madhe. Për shkak se dëmtojnë fëmijën në aspektin fizik, dëmtojnë në aspektin e zhvillimit të fushave të ndryshme dhe të zhvillimit të thotë të sistemit nervor, më pas të thotë edhe interaksionin me persona tjerë është diçka që shumë mas të madhe e lën do të thotë anash.
Na sugjerojmë, do thotë që mu përdor në masë shumë më të vogël, për shembull teknologji të rrjetit sociale e kështu me radhë, edhe në rast të përdorimit, do thotë varësisht prej moshës, se kur flasëm prej adoleshencës e tutje, do thotë nuk është që sugjerohet me ndërprej krejt përdorimin e telefonit ose rrjeteve sociale, mirë po për shkak do thotë krijimit të personalitetit. Në rast se personaliteti i individit ende nuk është kriju, atëherë duhet me pas kujdes të madhe, do thotë se ndaj çka ekspozohet një fëmijë kur e përdor, do thotë teknologji. Që bëhet masanina bullizimi i cili është përmes rrjeteve sociale, varfëria, do thotë qëndrimet e orëve të shumta, edhe ekspozimi i faqeve të ndryshme të cilat mëse ne krijojnë një farë lidhje të ngushtë me personalitetin edhe dëmtojnë personalitetin i cili është, do thotë, real tek individi dhe i ndihmon me funksionu në jetën e përditshme. Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen familjet shqiptare sot në Kosovë? Për flasëm në aspektin psikologjik, për shkak se sfidat është të shumta, mirë po në aspektin psikologjik, varësisht do thotë ku në cilën prej fazave qëndrojnë edhe familjet, do thotë me fëmijët e tyre, atëherë do thotë kanë vështirësi të cilat ndërlidhen me motivimin, interesimin për shembull të fëmijëve të tyre, atë komunikimin të cilin e kanë të duhur mes vete, po mos e lëm anash edhe një problematikë që është e njohur edhe më herët, do thotë që është ai konflikti i brezave ose i gjeneratave që njohëm, ku ka shumë mos pajtime mes fëmijës dhe prindit në çështje të ndryshme. Atëherë, si menaxhohet stresi në punë tuaj ose në punë të përditshme? Si duhet të menaxhohet stresi? Ka mënyra të ndryshme se si menaxhohet, do thotë stresi. Është personat të cilët kryjnë veprimtari dhe punë, të cilat kanë angazhime të shumta edhe të sistemit nervor, zakonisht i sugjerojnë për mos me lënë anash aktivitetet të cilat janë relaksuese, për shembull përfshirja në aktivitete sportive, do thotë që janë marrja me ndonjë sport të veçantë, marrja me hiking, kontaktet të cilat janë me personat ose daljet për relaksim e kështu me radhë. Gjithashtu, normalisht edhe konsultat e psikologu në rast se do thotë niveli i stresit është i pa menaxhueshëm, po kur e thojnë konsult, nën kuptojmë do thotë që fjala është edhe në rast se është një dileme e vogël, atëherë sugjerohet që me shku edhe me kontaktu psikologun. Do të doja të di nga vjen ky ankthi që e përdorin njerëz thonë ankth kam. Ç'është ky ankthi? Si trajtohet ky? Çka duhet bëhet me këtë ankthin? Me ankthin duhet më trajtu qysh e përmene, kështu që nuk është e nevojshme që njerëzit do thotë përjetojnë krejt ato gjendje që janë të pakëndshme, përderisa ekziston trajtim, sikur qasje e cila është shumë e suksesshme në trajtimin e ankthit është qasja e terapisë kognitivo-behaviorale, për shkak se është një qasje e cila është më e shkurtë, është e strukturuar, e man klientin aktiv
edhe gradualisht prej seancës në seancë vrihet do thot bashkarisht do thot ndryshimi i cili ndodh edhe përmirësimi tek individi. Atër ne veçon në një rast që ke pasën se me të vërtetë edhe ti jesh një psikologe, do të shumë me pas durim të madh me i thonë vetit, o bre bollse mendojnë më ndalen. Ke pas raste ashtu apo jo? Psikologët e kanë të njohur termin e supervizimit që mojnë ana, në rast se kur ngarkohem edhe nuk arrina me ose kena najfar dileme, mirë po, do thot ajo e cila e mban aktiv punën e psikologut është ndryshimi që ndodh tek personi tjetër. Dhe përderisa individi është i motivuar me punu me çështje të cilat janë njerëzore, nuk është që vjen shumë lehtë në qatë gjendjen për me thonë bollë se s'pumoj mo. Kjo unë nuk ka ndodhur hale, kështu që në rast se kam ndonjë vështirësi, normalisht maj supervizion, edhe në këtë mënyrë nuk ngarkohem unë emocionalisht për shkak se e dina që kryesisht do thot puna e psikologut është me çështje të cilat janë të ndihshme. Edhe mundu me thonë që është punë e cila prek tema të cilat janë shumë të thella në jetën e individit. Ju jeni ardhur në Shtetet Bashkuara këtu në New York disa ditë dhe si po ju duket jeta këtu, sidomos New York u Manhattan janë 10 milion njerëz. A duket që këta njerëz kanë stres apo vetëm janë njerëz që punojnë edhe vetëm shikojnë rrugën e vet apo janë të stresuar? A mujtë me vrejt diçka si një psikolog e shquar? Veç fakti i ngutis për me nxon transportin tregon që është pak stresuese, edhe duke njerëzit sikur të vrapu krejt kohën, kështu që normalisht që i kanë streset e tyne. Dinamika është më e madhe për shkak që është një vend shumë më i madh se sa Kosova, po flasëm për çdo rajonet që ka mujt me i pa. Edhe në këtë mënyrë do thot dinamika mëse ne e rrit ka njerë edhe nivelin e stresit tek vendet sidomos kur ka popullsi, ka veprimtari të ndryshme e kështu me radhë. Doa për njerëzit që të shikojnë këtë emisionin tonë, duan të dinë që ku gjinet kjo klinika juaj, nëse janë në Kosovë njerëzit që kanë nevojë për trajtime, sa do qoftë vinë edhe t'ju kontaktojnë edhe keni stafin e madh aty në punë? Nuk kam staf shumë të madh, si psikolog klinik jam unë, edhe funksionoj do thot me asistent edhe persona teknik që janë. Klinika ime gjendet në Vushtri, përveç punës e cila është aktive, do thot in person që duhet, punoj edhe online, ose përmes telefonit dhe punoj në persona të cilët janë në përbende të ndryshme. Shkak se tash kjo puna e cila është online, do thot na ka lehtësu nëse ne kontaktin në rast se dikush don me shku te një psikolog për shembull që është specifik. Mëse përmenet punën online, mund ndodhë që njerëzit edhe prej Amerikës me ju kontaktu dhe besoj që kontaktet si bani? I bani kontaktet vetëm me shkrime apo i bani kontaktet edhe me video që sa të qofte edhe të shifeni kështu edhe të bisedoni edhe të trajtoni njerëz? Po, kontaktet i bëjmë kryesisht fillim me shkrim derisa caktohet termini, ndërsa preferohet që kontakti me qenë përmes kamerës. Që me pa personin vetëm në rastet të caktuara, kur individi ka ndonjë rezistencë caktuar, atëherë do thot nuk bëhet kontakti përmes kamerës, mirë po
të bazu edhe në etikën e psikologut, atëherë do thotë sugjerimi është që më bë përmes kamerës. Cili është mesazhi juaj për të rinj që duan të ndjekin profesionin e psikologut? Normal, mesazhi është për krejt personat. Në rast se nuk mundën me studiu psikologjin, të paktën të lexojnë libra të cilët janë psikologjik, ndërsa personat të cilët e kanë faktin me studiu psikologjin, ata kanë me arrit, do thot, me dëpërtu tek qenia njerëzore në fusha të ndryshme, edhe kanë me arrit me ndihmu nështë ndonjëherë me një fjalë të vetme një person që po përjeton diçka e cila është kogja e pakëndshme. Çfarë projektesh apo synime keni për të arritur në të ardhmen? Na do të zgjeroheni apo çfarë do të bëni? Studimet e mia të doktoraturës bazohen në psikologji organizative, kështu që kam synime për normalisht punë në mësimdhënie, mirë po në nivele tjera, siç është fakulteti, edhe përveç kësajna, do thotë interesimi im është të orientuar tek psikologjia e cila është e punës. Do thotë si funksionon psikologjia, shëndeti, mirëqenia e personave, do thotë në vendin e tyre të punës. Atëherë lash një gjë më të bukur për fond që disa studime në Sofia të Bullgarisë. Keni marrë një emën të mirë atje, sa keni qëndru, si keni kalu atje? Atje kam qëndru her pas here, do thot në për konferenca, në për takime me mentorin për shkak të studimeve të mia të doktoraturës. Kam kalu kohë të mira, mirë po kam pas edhe shqetësime të cilat kanë qenë, do thot, larta, shpeshherë, për shkak se deri më tani vizitat e mia në Sofje kanë qenë gjithherë me një punim, edhe normalisht e bartat shqetësimin se çush po më pranu prej mentorës, çush po më pranu kur prezantohet të kështu me radhë. Mirë po, do thotë rruga ime është në përfundim të doktoraturës, edhe kjo do të jetë një diçka e cila ka më shkaktu emocione shumë të mira besoj. Po shoh do libra prapa ju, lexoni apo janë libra që ju i preferoni? Po, lexoj libra, megjithse librat në prapavin time janë të shoqës që jam këtu në New York, në Manhattan, kështu që shkëmbejmë gjithashtu ide dhe mendime, me qenë se jenë profesionit të njëjtë. Lexoj libra psikologji, po lexoj libra dhe filozofi. Një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mba në për botë ku janë, një psikologe, çfarë do të na thotë? Gjithë shqiptarët kudo që janë, i kisha sugjeru që me ndjek emisionin e Nolit, normalisht, për shkak se gërsheton temat e ndryshme dhe ju sjell relaks në për emocionet të tij, edhe do thotë gjithashtu të provojnë të qëndrojnë të shëndetshëm në aspektin emocional dhe mendor. Me të vërtet, unë i sugjeroj njerëzve që kanë probleme të shkojnë të kanë kurajo tek zonja Bekria, se me të vërtet edhe personaliteti juaj ka po flisni vetëm mu knash njeri me të ndëgju se jo mu shëru, edhe shërimi e ka dhe atë vetën. Kështu që një kënaqësi imja me të vërtet që unë njoftëm për herë të parë, por me një biografi shumë të madhe dhe shumë të punueshme që ke punu dhe po punon, kështu që unë të përgëzoj dhe të uroj punë të mbarë në Kosovë dhe i them atë njerëz që kanë nevojë për kuraja, për një psikologët bukur të shkojnë edhe të bisedojnë se kanë për të shkrirë që
ta kalojnë atë stresin, ta kalojnë atë anktin. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për mundësi. Të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonë me të vërtetë në ekranin ton televiziv për shfaqjen njerëzit tanë mbanë për botë shqiptarët tonë që janë të suksesshëm me të vërtetë. Është kënaqësia jonë që sa më shumë që ti promovojnë edhe të jetë siç tha edhe të jetë një gërshetim i mirë i popullatës tonë që të jenë të lidhur mes vete. Pra, mirë mbetçi deri në emisionin e radhës me Noli Show, Noli TV.